Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion ka vendosur në hetim të gjithë projektin e Unazës së Madhe të Tiranës duke verifikuar një nga një të gjitha 7 lotet e saj. Burimet pranë SPAK bëjnë të ditur se hetimet nuk kufizohen vetëm te loti 4, ku konstatuan shkelje të rëndësishme dhe u morën të pandehur disa zyrtarë të nivelit të lartë, por shtrihen edhe në të 6 lotet e tjera, për të cilat ekzistojnë dyshime se janë manipuluar procedurat e tenderimit dhe është përcaktuar fituesi. Në fokus të prokurorëve është mënyra si janë zhvilluar procedurat e ndërtimit, si janë monitoruar punimet, si është bërë mbikëqyrja dhe çfarë roli kanë pasur funksionarët publik në proceset e përzgjedhjes së kompanive fituese. Sekuestrimi i celularëve të ish drejtorit të ARSH Servis Berberi u ka dhënë hetuesve akses në komunikime të shumta mes tij dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, por edhe me zyrtarë të tjerë, të cilët mbulojnë periudhën 2021-2023. SPAK pritet të zbërthejë me detaje këto biseda, të cilët mund të hedhin dritë mbi ndërhyrje në tenderat e Unazës së Madhe. Procedurat e ndjekura për ndërtimin e 7 loteve rezultojnë të jenë të ngjashme me elementë që sipas hetimeve paraprake tregojnë për influencë të drejtë për drejtë, paracaktim të fituesve dhe ndërhyrje të vazhdueshme në proces, ashtu siç u zbulua në rastin e tunelit të Llogaras. Unaza e Madhe, një projekt me vlerë 450 milionë euro me gjatësi 28.7 kilometra, ka pasur tendera që në shumicën e rasteve janë fituar shumë pranë fondit limit, ndërsa konkurrentët e tjerë janë skualifikuar të gjithë. Burimet thonë se SPAK po vlerëson dhe marrjen të pandehur të personave të tjerë në ditët në vijim. Pas zyrtarëve tashmë të proceduar Belinda Balluku, Gentia Ngjyli, Eral Telezi, Mirzeta Kashnica dhe Jonida Dervishi. Hetimet e posaçme nuk ofizohen vetëm tek Unaza e Madhe dhe tuneli Llogaras. SPAK po verifikon edhe një sër procedurash të tjera të prokurimit publik që lidhen me projekte të mëdha infrastrukturore. Ndërkohë gjykata e posaçme konfirmoi të shtunën e 22 nëntorit masën e sigurisë, pezullim nga detyra dhe ndalim të daljes jashtë territorit të vendit për zëvendës kryeministren Belinda Balluku si dhe arrest në shtëpi për Gentia Ngjylin dhe Eral Telezin.